Mirë se erdhët. Po ja lë menut këtu? Do të vi për porosit për 1 minutë. A mos dëshironi diçka tjetër ju? Unë dua... Birim, çfarë bëre? Të lutem, më fal. Jo, nuk ka problem as pak. Ti je mirë apo jo? Po e pasroj më njerë këtë unë. Më falni, po presim për 2 toste. Më njerë tani do ju asjell, kërkoj shumë falje. Ku janë tostat e tavolinës 7? Thuajo të presim. Asla më falë shumë u vonova, po bëhem gati dhe erdha. Nuk ka problem, shko bëha gati dhe ja. Motër, erdhe edhe Ozge, unë po shkoj. Do të tregoj për nesër, në rregull? Çto të thuash të më lajmërosh për nesër? A se kishe ditën e fundit sot? A u qëdon nga ideja e universitetit? Nuk heqa dorë, motër. E di sa shumë dua, sa po përpiqem, e sa mundohem unë. Si mund të heq dorë tani? Por... vajsa ime e gjorë. Hajde shko ti mos u vëno më shumë e rregullojun këtë. Mirë, faleminderit. Ende nuk mësove të bësh si duhet këtë gjellë. Më hidhe dhe pak të ha dhe të shkoj. Gjengiz. Ashtu, doja të thoja, ta mendoj edhe një herë këtë shkollën e vajzës. Shiko, do të ha dhe pak dhe do t'ike dhe mos ma prish oreksin. Nuk ka shkollë. Por pra mendo pak, si kur vajza jonë të bëhet avokate. A kesh do ishte? Vajza jonë? Nuk mund të flasim pa hapur atë temë, po jo? Ja, nuk mundemi. Po ta rikujtoj që të mos më bëhe si e pafajshme këtu. Mirë din se më erdhe në derën time me një familje të paleqshëm në barkë. Të pranova ashtu se qishe, të bëra një nder. Ti çfarë do të bëje nëse nuk do kujdesesha për ty? Si do dilje para njerëzve? Zoti të bekoft ty, Gjengiz. Nuk më le në baltë mua. Më pranove. U bëre burri im. Por asli është e pafajshme. Ajo as që e di. Nuk dua t'i prishet jeta për shkakun tim asaj. Dua që ajo të shkojë në shkollë dhe të ketë një profesion. Sa herë që duhet të nisëm për rrugë gjithmonë ma prish humorin. Për zotin po ma prish humorin me këta filma që po më bën ti mua. Nuk i sjell në majtë hundës me këta fytyrë duke u qaravitur të betohem. Nën? Vajza ime, mirë se erdhe. Mirë se të gjeta, nën. Baba, unë sot e lash punën time. Mi paguan edhe parat për atë sa punova, nga se nuk do shkoj më prej nesër unë. Edhe përse të mos shkosh? Baba, ja, të lutem më lërë të shkoj në Ankara. Shiko, fitova në një shkollë shumë të mirë. Kujdo që i tregoj më pyet si u pranove në atë shkollë. Rezultati do të jetë shumë i lartë. Dhe do të rrit tek doja, do të marr bursë gjithsesi.
do të punoj nëse është e nevojshme. Do të shkoj në shkollë ditën dhe do të punoj natën. Nuk do të bëhem barë. Nëse shqetësohesh se mos më bëhesh barë, haroj shkollën me njerë dhe shko në punë në mëngjes. Besoj ishe i qartë. Mos shiko ndra. Jemi zhitur në borxhe. Edhe atë deri në fyt jemi në borxhe. S'pas ka të mbaruar ky borxh me vite, as nuk e dim se kujt po i paguajmë ose çfarë është. Edhe ti duhet të t'jap llogariun. Edhe ti duhet të t'jap llogari. Heu, zot. Shko vonë. Mbajti këto. Bëjnë disi derisa të kthejmë unë. Ja, baba, të lutem më lër të shkoj. Shumë dua të studioj, të lutem. Bia ime, shko në dhomën tënde. Hajde, shko. Baba, të lutem. Mjaft! Baba. Çfarë baba? Shi nga mendja këto marzira. Do të punosh sikur marr, do të fitosh parat e tua. Mos më nervozo. Mos! Kjo është hera e parë që vajza të kërkon diçka në jetë. Që e vogël ka mësuar dhe ka punuar. Të dyja u bëm skllave të tua. Vajza ime u rrit duke pasur nevojë për një fjalë të mirë, por ajo kurrë nuk ka ankua. Mos ja shkatërro të ardhmen, të lutem. Mas më bëj tu mbas durimin e dje. Mas më hap të lashe. Gjengiz, ndalo, të lutem, ndalo. Në rregull, bëj ç'të duash me mua, është e drejta jote, por nuk të lejo të shkatërrosh jetën e vajzës time. S'do ma lejosh apo jo? Çfarë do të bësh ti e dje? Çfarë do të bësh, ha? Shiko. Fati yt është këtu. Është në majtë të gjuhës sime. Hajde shko thirrë vajzën tënde. Thirrë, edhe unë do t'ja them të gjitha. Hajde. Bia ime, unë nuk jam babai. Babai yt e vërtet të braktishi ty dhe nënën tënde dhe iku. Ndoshta atëherë do të më marr seriozisht, ndoshta do të më dëgjoj, apo jo? Gjengiz, çfarë po bën, do të dëgjoj vajza. Çfarë bë? Ke frikë ti? Nëse do mund të thrasim edhe vllajën tënd. Sigurisht le ta thrasim se jo. Le të marr vesh edhe ai, le të pësojë ndonjë atak në zemër apo goditje në tru. Gjengiz, të lutem, çfarë po bën hesht? Kështu është më mirë. Silomir. Kujdes çfarë thua. Shiko këtu. Kjo puna e shkollës mori fund. Ajo do të shkoj të punoj si gjithë të tjerët, do të sjell para në shtëpi. Nëse kam gul që vajza jo do të shkollohet, shkoj gjej babajnë e saj të vërtet dhe le të vijë të marrë të shkolloj ai. Kaq kisha për të thënë. Mjaft qau, vajza ime për ty, Gjengiz. Mjaft më. Nuk do të shtysh të paguaj për gabimet e mia. Vajza ime nuk do të jetojë në varfëri. Ajo do të shkollohet. Ajo do shkollohet. Pavarësisht se çfarë them unë. Shpirti im? Kërkoj falje, nën. Të hapa të lashe edhe ty. Për shkakun tim ty të bëjet afer. E dija se nuk do më lente. Babaj nuk do më linte të shkoja. Thash se ndoshta zemra ti do zbutet. Ndoshta njëherë do të mendoj për vajzën e ti. Por nuk u pa.
Kush tha se jo? Si ashtu? Baba e ju të pranoj. Por para 1 minutë e tha se... Ashtu tha para 1 minute. Por unë mundova ta bindi ata. Sinqerisht më tha, bëj çfarë të duash. Hajde çohu shpejt. Duhet të bëjmë gati rrobat, të nxitojmë. O zot, nuk mund ta besoj. Vërtet po shkojmë në Ankarane? Me të vërtet? Po shkojmë bukurosja ime, po shkojmë. O zot. O zot, faleminderit shumë. Asla, më shiko mua. Ma premto bia ime. Do ta mbarosh shkollën me notat më të mira. A më dëgjon? Do të jesh më e mirë dhe më e forta sido që të jetë. Më dëgjon? Nga doli kjo tani? Ma premto mua. Të premtoj, nën. Të premtoj. Hajde, duhet të bëm gati valigjet. Do të nisemi me autobusin e parë. Mirë bi, mos u mërzit më. Të gjitha dokumentet i kene në rregull, si të që t'jetë, pavarësisht se janë pak të ndrydhura. Nuk dua që diçka të shkoj keq pas gjithë këtij mundimi. Duket sikur nuk është e vërtet, pasi kam mëndruar kaq shumë. Sikur dikush do të dalë, do të thotë, jo, nuk mund të shkosh në atë shkollë ti. Tani asgjë nuk mund të të ndaloj më. Vajza ime do të studioj, do të bëhet avokate. Do të jetë një njeri i ditur dhe i arsimuar. Nuk do të lejoj askënd të jeti pa drejtë. Nuk do të dorëzohet para askujt. Nuk do të varet nga askush. Vajza ime nuk do të jetë si nëna e saj. Më thuaj ashtu? Sikur të isha dhënë si ti. Sikur të gjithë të ishin sikur ti. Ka të dashur sa që ti. Vetmohues. Zemër mirë. Të pastër, të ndershëm. Dhe të sinqertë e pa gënjeshtra sikur ti. Nan, kur do të vinë ata? Lulke që mbrëm që më bën të njëjtën pyetje. Do të vinë së shpejti. Mos duhet të shkonim në stacion autobusave për t'i marrë? E pyetëm hallën tënde, por ajo tha se nuk kishte nevojë. S'ka gjë më mirë kështu. Do të kemi gjithë kohën për t'u përgatitur sa më rehatne. Nan? Shikoje këtë. I kanë hedhur pa i përdorur fare. Sa keq. Me sa duket kur jeton me bollëk, i harron gjërat më bi. Ata nuk i blejnë gjërat një nga një si që bëjmë ne. Nuk e din se që është varfëria, sigurisht. Do të doja të mos të kishim rritur në varfëri bia ime. Nana ime. Atëherë nuk do t'ja dinim vlerën asgjëje. Shpirti im. Që në pikë mëngjesi, qëfar po flisni ju nën e bi? Baba, qëfar po bën kështu? M'jep mua. S'ka problem, bi. Baba, ti duhet të kesh kujdes. M'jep mua ato. Mirë, ti dhash tani. Këto janë porosit e zotit Mymtazit. Mora dhe bukë të freskët dhe ushqim për mëngjes. E pse nuk më the mua? O shkoja unë në market? Po atëherë çfarë do të bëj unë? Ti punon në kafene, na ndihmon edhe neve. Kurse nëna pastron gjithë ditën. Mirë, gjysma e dorës time nuk punon, por duhet të jetë sadopak i dobishëm. Ama mbreja Shar, turp të qoftë, a thuen këto gjëra? Çfarë janë këto fjalë?
Baba, mos I thuaj këto gjëra kështu. Nuk di si t'ua shpërblej të dyjave. Mos më mërzit që në mëngjes në rregull. Sot vjen Aslë, Halla do të vjen. Shtëpia jon do të jetë plot gëzim. Mendo për disa gjëra të bukura. A thua ku mbeten ata? Duhet të kishin ardhur deri tani. Po vin, hajde. Hajde, Jashar, hajde! Eylül! Hedije! Mirë se Se erdhe. ju gjetëm. Si jeni? E dje, mirë se erdhe. Sa e bukur që qenë ke bërë kështu. Kurse Më ti e vjen bërë shumë më e mirë që ju bukur. pash. Që keni mirë. Sa shumë që ka rritur kjo. Shikoje, Jashar. Mua shumë më mori malli për ty. Edhe mua më ka marrë malli për ty. Jo, mua më shumë. Jo, mua më shumë. Më në fund erdhe në Ankara. Po pra? Ai shpirti i hallës. Eja, këtu ti, eja. Qafoj? Oh, sa e Mashallah, mirë që mashallah. je. Sa qenë ke rritur ti. Eja këtu, eja. Of. Ai motor të lumshin duart, të kemi munduar pak. Që është ajo fjalë, mos e zërë në gojë. Për mbesën time të bukur gjithçka, Daja krenohet me ty. U pranove në shkollën më të mirë. Do të mburremi të gjithë kur do të diplomosh bie ime. Edhe ti do të pranosh vitin tjetër. Do të shkojmë bashkë në shkollë, apo jo? Sa mirë sikur të shkoni bashkë në shkollë këtë vit. Vajza ime nuk u regjistrua për shkakun tim. Ajo nuk mund ta jepte provimin për shkak të problemeve të babait të saj. I duhej të punonte, po mos ki merak vajza ime. Unë do ta shpërblej. Baba. Baba im I dashur. Baba im, po ti që ke punuar gjithë jetën për ne? Mos e ndoshko veten kështu për shkak të këtij viti të vështirë. Pastaj, unë nuk po ankohem për asgjë. Ah, moj Hedije, ky vit ka qenë shumë I vështirë për ne. Zoti mos e bëftë na përsëritet më. Dash Zoti. Zoti ma ruajt vëllan. Shqyr Zotit. Sigurisht nuk është ngushëllim, por të paktën ta kishim paguar kompenzimin. S'ka ende asgjë të re? Jo. Avokati tha se do të na njoftonte, por ende nuk ka asgjë. Aman pra, ata të pandershmit po bëjnë gjithçka të shmangin pagën dhe të bëjnë me kompenzim më të vogël. Është mirë kur punon, por pastaj kur pëson aksident, Askush s'mund t'ia shkel të drejtën dikujt Nuran. Në rregull. Ta mbyllim këtë temë. Të paktën njërin krah e kam mirë. Mira keq, ne kemi një qatim mbi kokë. Po ashtu merremi me punën në lagje dhe kemi dhe ç'të ham. Erdhi motra ime e dashur, erdhi mbesa ime e dashur. Ç'na duhet tjetër? Eylül ngrihu, do të bëhemi vonë. Mirë, në rregull. Ti marrim çantat dhe shkojmë. Mirë. Lutuni për ne në rregull, që të kaloj gjithçka mirë. Hajde shkoni bi, Zoti qoftë me ju. Edhe kur ishim të vogla, unë nuk mund të të mbërja dot. Jo, se s'ma arrije dot, mendoj se më lije vetë që të fitoja unë. Do ta mbërrim apo jo? Do ta mbrim shpirt, këtë rrugë e bëj për ditë. Kafenea ku punoj është brenda kampusit gjithsesi. Do të marrim një minibus nga këto. O zot, normalisht nuk e nget në këtë mënyrë, por s'ka qenë këndej rrotull për ca kohë. Duhet ketë me nxitim apo diçka tillë. E njëti? Po, familja e tij jeton në lagjen tonë. Por sigurisht do ta shohësh më shpesh, Pse? sepse jeni në të njëjtën shkollë. Eylül, shiko, mbetëm prap duke më bërë muhabet. Frapo, hajde, frapo.
Mumtaz! Mendoj se bëm gjën e duhur, Mimtaz. Por jam I sigurt se Ozani është zemruar shumë. Ende nuk ka asnjë shenjë prej ti. Nuk më përgjigjet as në telefon. Mumtaz, a je në shtëpi? Erdhi po e mbyll. Mumtaz! E ku është ky? Në fakt ti ku ke Mos më qenë? prek. E ku është ky njeri që ti e quan burr? Mendova se të ndodhi diçka ty. U friksova. Po nën, më ndodhi diçka. Më ndodhi. Do të shkojmë në gjyq me burrin tënd. Ky ndërsira e shiti shtëpinë ku jetoj. Mora njoftim për t'u larguar. Ai po shet trashëgiminë babait tim. Mirë. Në rregull, qetësohu bir. Eja ulu këtu? Të t'jap të pish një gotë ujë? Le të flasim me qetësi pak bir. E si mund ta lejosh një gjë të tillë? I matë bleu atë shtëpi për ne, për familjen tonë. Sepse kudo ka një copës nga ti, nga unë, nga I. Nuk gjetë diçka tjetër për të shitur për para. Ozan, djali im, Kjo shtëpi ishte gjë e fundit që më la I matë. E si mund ta shiste pa pyetur? Më nën, si mund ta lejosh një gjë të tillë? Si mund të jesh kaq e verbër? Ai njeri s'mund të duroj as kujtimet e babait tim. Ai po I fshin të gjitha një nga një. A nuk e sheh më nën? djali im. I ndjeri ndërton të shkolla në fshatra të larta. Ky njeri shkoi dhe ndërtoi një parking me paratë e tij. Dhe I ndërpreu bursa që fondacioni u jepte fëmijëve. Ky po shkatron gjithçka që bëri I madh për fondacionin për ne, një nga një. Dhe ti thjesht më ri këtu. Ozan, mjaft. Mjaft. Mjaft bërtite ma. Por rje vetë me në atë shtëpi të zbrazët. Nuk shkon as në shkollë. Nuk më telefonon mua. Unë jam nëna jote. Jam lodhur duke menduar për ty ditë e natë. Të lutem më përkrah mua. Të lutem qëndro pranë meje. E mua për çfarë më do? Ë? E ke Mumtazin këtu apo? Por thuaj ti se do ta detyroj ti haj këto dokumente. Ozan! Ozan! O Zot, do të bëj përsëri ndonjë marrëzi. Ky shoku yt duket se pas ka ndonjë problem sot, që po sorrollate gjithë mëngjesin. Interesante. Vajzë qetësohu më? Në rregull, po të them se do mbërim? Ja, e lyll, nuk dua ta humbas regjistrimin tani pasi erdha nga Izmiri. Jam shumë e stresuar. Je sigurt? A do t'ja dalim? Nuk e di, ndoshta. Mos më çmend tani. Po bëj shaka, vajzë, në rregull, do t'ja dalim. Ja, shiko, po vjen minibusi. E dje, mund t'i varish rrobat e Aslit këtu. Kjo po rrin te kot atje. E dje? Po qanti motor? Çfarë ka? Asle e futi edhe këtë në valigje. E mban këtë vëlla. I blem për të dhe I lylin nga Kemeralti. Atëherë ishin shumë të vogla. U emocionova shumë kur e pash. E mësia kështu e ka. E Lyli ende flet duke e përqafuar. Edhe Asli akoma e paska. Së ka larguar kur nga vetja. Sa shpejt u rritën, apo jo? Ashtu është. Por nëse do të qash kështu që nga dita e parë, jemi në të lashe. Shiko anët pozitive, ajo ka një familje këtu, ka kushërirën, ne jemi këtu. Ashtu është, por njeriu trishtohet, se di. S'ka diçka tjetër, apo jo? Mos nguro nëse dëshiron të flasësh me vllajën tënd. Në fakt, vëlla...
kafja juaj është gati. Hajde, Hejani. Mirë, Nuran, erdhëm. Në rregull. Në fakt çfarë? Po të dëgjoj. E dje, nëse ke ndonjë problem, mos hezito, ma thuaj. Ty të kam amanet nga nëna jonë e ndjerë. Gjithsesi s'mund të rri pranë sa duhet tani, jam shumë i mërzitur. Të paktën ma thuaj nëse ke ndonjë problem. Mos e mbaj në vetvete. Jo, vëlla, shpirt nuk ka asnjë problem. Thjesht u emocionova. Ti më njeh mua çaj edhe për gjërat më të vogla. S'ka gjë, hajde të pim kafen tani. Eylül, sa shumë trafik paska? Sikur thanë se s'kishte trafik në këtë orë? Vajzë, nga ta di unë, do të ketë ndodhur ndonjë aksident ose nuk e di. Nuk ka ndodhur kur të ketë kaq trafik. Zotri shofer, a mund të nxitosh pak të lutem? Çfarë të bëj zonjë? Të ngjitem sipër makinës? A kemi edhe shumë deri atje? Është ende larg? Dëgjoj, pasi të arrim aty, minibusi do të na lër pikërisht përpara unazës. Do të bien për shkurt ne. Duam të zbresim. Asla, lëri marzirat u luajë. Eylül, do të vënohemi me këtë minibus, lëviz? Na falni, kemi me urgjencë prandaj. Largoje motocikletën prej këtu. Shh, me kë po flas? Hiqe prej këtu të thash, mos më acarro. Veç pak, e kam ditën tërë se s'duhet të merrem dhe me ty, në rregull? Do ta heqesh atë motocikletë apo si? Zotri Mimtaz ka urdhëruar. Nuk lejohet askush të parkoj këtu. Do të thënë që nga urdhëri i Mumtazit. Hiqe prej aty, mos ta përsëris. Shiko, më ka ardhur shpirti në majtundës. Ditën e kam ters, shiko punën tënde. Hey, hop. Ah! Zotri, a jeni mirë ju? Që më shikoni ashtu, më ndihmoni? Më falni, ju lutem. Ke për ta paguar shtrenjë zotri Mumtaz. Nuk ta lejoj ta kesh atë shtëpi. Zot lejoj të shkelesh trashëgimin e Timati. A din se cila është trashëgimia më e madhe që më la babai im? Duke gjikuar nga zemrimi yt, ai është shtëpia verore qofshit. Jo, nuk është ajo. As parat, as pasurie. As koltuku për lëkurë e gjarpi ku je ulur. Trashëgimia më e vlefshme që më la im atë është aftësia për të lexuar mendjen e një frik kacaku. Aftësia për të lexuar mendimet e një batakqiu. Njësoj si ti si libër i hapur kur të shikoj në sy. E shoh se ky talent është thesar për një avokat, Ozan, por dikë kështu si ti që vepron impulsivisht dhe pa durim është thjesht zhurmë boshe. Ti s'ke kapacitet të flasësh për drejtësi dhe ligj. Mos u lodh duke u përpjekur të dukesh si i zgjuar. Ti mund të mashtrosh vetëm klonët për e the me fjalët e tua të bukura ose nënën time. Për ta dish mirë, çfarëdo që të bësh, nuk do të lejoj që ta shesësh atë shtëpi. Nëse është e nevojshme, do ta djeg, do ta shem, por prap nuk ta lë ty. A më dëgjove mirë? Ozan, mjaft. Nën ti mos ndërhy. Burri yt po përpiqet me dinakrit të laj hesapet për shtëpinë. Të thash mjaft. Mimtazi nuk donte që ajo shtëpi të shitej. Doja unë. Unë dhash urdhër për ta shitur. Sepse dua që ti të jetosh me ne tani. Nuk dua që të mbyllesh në atë shtëpi verore si një kafshë egër. Nëse do të marrësh trashëgimin e babait tënd, bëu një avokat i mirë, mbaro shkollën. Do të ndjekësh gjurmët e babait tënd. Më nën, si mundet që ta bësh?
A shtëpi është vetëm trashëgimi që më la im mat. Edhe ti ashtu, Bir? Ti e gjë më e vlefshme që na la babai yt, kuptoje një herë mirë. Zhilide, e dashur, lutem mos u zemëro me Ozanin. Në fakt ai ka të drejtë të zemërohet. Në fund të fundit, kjo shtëpi është kujtimi i babait të tij. Të lutem, le të mos e lëndojmë njëri tjetrin për gjëra që mund t'i zgjidhim duke folur ne. Durimi është një virtyt i fituar me kalimin e kohës, por mos u shqetëso, Bir. Unë kam besim tek ti. Ozan! Zhilide. Mirë shpi, në rregull. Lëre, le të qetësohet tani. Shkolla ime. Të thash se do të mbrini me kohë, ja. Hajde lëviz. Na falni. Si të duket? Shumë bukur, apo? Po. Shumë bukur. Hajde, shkojmë të bësh regjistrimin. Jo, do vënohesh për në punë ti. S'ka problem. Shefi është pak i bezdisur, por do t'i them se të ndihmova të regjistrohesh, e? Nuk ka nevojë as pak. Shiko, tani ti shko në punë mirë, nuk duhet të ta çortojnë. Do ta gjej vetë rrugën. Dhe shiko, tani më bërritëm zërse u kryo kjo punë. Shiko, nuk bën kështu, por gjithsesi, zyra e regjistrimit është atje. Shko dhe regjistroju, mirë? Faleminderit shumë për gjithçka. E jam o takos apo të mbarosh? Do të kthehemi bashkë në shtëpi. Kafenia është aty. Hajde. Mirë. Si do që të jetë, Nuran? Nuk është e drejtë që të flasim për dikë që nuk është këtu prezent. Nuk na ka hije neve. Ja, Shari dashur. Unë ta thash edhe atëherë. Kur Hedia po martohej, që atëherë thash se ka diçka të pahishme për atë, diçka djallëzore tek ai njeri. Apo jo, Hedie? Hedie? Po, e the motor, më tregove. Madje të paralajmërova zotri Jashar, pse po nguron tani ti? Nuran, motra ime e donte të martohej me të. Nuk do të ishte e drejtë të thoshim diçka. Por edhe unë e paralajmërova atë. Shpirta mos e kishte gabim? Jo. Shiko, ky njeri i gjen punë, pastaj e katranos atë. Merr para hua dhe nuk i kthen. Madje nuk kujdeset as për shtëpinë. Unë habitem pra, si e lejoj ai njeri vajzën të vinte në Ankara për të studiuar. Sepse Gjengizi që njoh unë, do ta kishte prangosur atë vajzë dhe nuk do ta kishte lejuar kurrë që të vitë të studioj këtu. Shiko, ai ka ndryshuar. Përveç kësaj, pavarësisht nëse të pëlqen apo jo ty, ai është babai biologjik i Aslit. Nuk ke zgjedhje tjetër veç të pranosh. Apo jo, Hedie? Ashtu. Vëlla Jashar, mos ke gërshër për krasitje. Po, pse, çfarë ka? Meri edhe ja. Me njëherë, të lutem më shpejt. Po vinë punëtorët e bashkisë. Mirë, erdha. Na trego Hedie, po të dëgjoj. Jo, vëlla, s'është kush e di se çfarë. Hajde shkoti. Do të piqemi prapë, zotëri Mumtaz. Do të bëj t'i hash këto dokumente. Nga dal. A vash?
Hapi sytë se ku i hedh këmbët. Jo, ti hapi syt. Veç pak, sa të... Më ka nisur dita tërës që në mëngjes, Ja, por... mi jep, nga këto varet jeta ime. S'kam nerva të merr me ty. Çfarë psikopati. Mirëdita. Mirëdita. Sot faleminderit shumë. Kam pasur një ditë aq të keqe sa s'do më besoje po ta tregoja. Ç'është kjo? Nuk e di. Kundërshtimi im për regjistrimin e tapisë së pronësisë. E mendoj se është deklaratë pronësie, por s'është e imja. Nëse nuk është juaj që kërkon midis dokumenteve tuaja? Formularin e aplikimit? Aty është. Ku? As dokumenti i rezultateve të provimit nuk është. Aty është sonjë, se disa herë kam parë ato dokumente këto 2 ditët e fundit. Aty janë të gjitha. Jo, nuk janë. Nuk mund t'ju regjistroj, dokumentet nuk janë të plota. Ditën e mirë. Si ashtu? Jo, duhet të kenë ndonjë gabim, i kam kontrolluar vazhdimisht. O, zot jo. O, zot jo. U përplasa me dikë dhe ndoshta dokumentet janë gatruar. Nëse mund ta plotësoni këtë regjistrim, do ta sjell dokumentin e rezultateve dhe formularin e aplikimit menjëherë. Ju premtoj menjëherë do e sjell. Nuk mundet, duhet ta plotësoni dhe pastaj të vini. Ja, menjëherë po ju them, do ta sjell menjëherë sinqerisht për 10 minuta, gjysmore maksimumi. Sistemi fiket automatikisht kur mbaron koha e regjistrimit, nuk kam çfarë të bëj. O zot, çfarë të bëj, si ta gjej atë djalin tani? Ozan? Më falni, kërkoj ndjes shumë. Mos pa dikë me motor, sapo doli nga kjo ndërtesa para 1 minute. Ozanin mendon? Nuk ja di emrin, me gjatësi mesatare me pamje të ashpër. Në fakt është djali i mirë ai. Nëse e kërkon, doli nga shkolla me motor ai. Hej, prit! Prit, ku pa shkon? Ndalo! Ja, ndalo, prit! Ja, ku pa shkon, ndalo! Hej, ndalo po të them! Dikush ta ndaloj atë djalin, ndalo! Ndalo, prit! Ndalo të thash! Hej! Ndalo!
Ozan, birim. Ku të dhem? Këtu? Mendoj se ka ardhur koha të të jap diçka. A e di se ky byzylyk është bërë enkas që baballarët ju e japin fëmijëve të tyre. A e di e këtë? Nuk e dija. Ndoshta nuk e di as se për çfarë shërben ky byzylyk. Ma jep krahun. Fal këtij byzylyku, të gjitha superfuqitë e mia tani do të jenë të tuat. Çfarë superfuqish? Si për shembull të fluturoj? Jo të fluturosh, por për shembull tani e tutje kur të biesh, nuk do të qash fare, edhe nëse të dhemb. Gjithashtu, do ta duash shumë nënën tënde. Dhe do t'ja dëgjosh fjalën, njësoj si unë. Edhe birim, do të jesh një burr shumë i fort, gjithë jetën tënde, gjithmonë. Çfarë ke Mumtaz? Fol, çfarë ke për të thënë? Ozan, shiko. Mund të më trajtosh si të duash ti, nuk do të ndurhi unë këtu. Por një gjë nuk të lejoj ta bësh kurrë. Çfarë po dërdëllit? Rritu po them. Po them të mos i kundërvihesh me nënën tënde. Shiko, ajo është dërmuar fare nga të qarat gjithë mëngjesin. Nuk të lejoj ta mërzitesh kështu nënën tënde. Nuk të lejoj. Me këto fjalë vetëm nënën time mund ta mashtrosh. Nëse ajo të beson, nuk kam çfarë të them. Ajo nuk shikon. Të njihse vërtet s'do qëndronte me ty. Ej, mjaft tani. Nëna jote nuk ka pse ta duroj sjelljen tënde arrogante. Eja këto më njërë dhe kërkoj falje nënës tënde. Kush je ti të më thuash se si ta trajton nënën time? Kush mendon se je që më jep urdhra? Unë jam burri nënës tënde dhe jam si babait. Unë i paguaj kartët e tua të kreditit. Unë paguaj për atë motor që po e ngedh dhe për benzinën që i hedh ti. Tani do të hipësh me një herë në atë motor, do të vish këtu urgjent dhe do i kërkosh falje nënës tënde. Kuptove tani? Në rregull, zotëri Mumtaz, prit. Prit tani se po vi. Elil mora fundun. Dokumentet e mia janë zhdukur. Regjistrimi nuk u bë. Dhe ai djali me motor Ozan i mori dokumentet dhe i ku. O zot, mora fundun. Prit një minutë që soja këtu. Mere pi pakuj. Tani më trego me që si çfarë ndodhe? Kanë mbetur edhe 20 minuta. Regjistrimet po mbarojnë. Dokumentet e mia janë të paplotra. Ozani i mori ai djali në motor. Ozani i mori dokumentet e tua? Pse? E po, u përplasëm, mendoj se dokumentet u ngatruan. Vrapova, për nuk mund ta arrij atë. Mori fund e lël. Në rregull, mos u dorëzo kështu. Vetëm prit. Me siguri do të ketë një zgjidhje. Në rastin më të keq vitin tjetër. Nuk ka vitin tjetër e lël. Babai do të më lejonte më kurrë. Mbaroj. Gjithçka mori fund. A mund të vini dikush, të lutem? Shikoj këta. Si duket këta janë miq të Ozanit nga shkolla. Ndoshta janë në të njëjtën klasë dhe e dinë se ku është ai. Më falni, ju, a mos ndoshta jeni miq të Ozanit? Varet pse po pyet? Jam në një situatë shumë të vështirë. Ju lutem, duhet ta kontaktoj urgjentisht këtë tipin me emrin Ozan. Dokumentet e mia u ngatruan me të tijat. Vetëm më jepni numrin e tij, do t'i telefonoj. Zemër, ti duhet të jesh e re këtu. Përndryshe do ta dihet që nuk më pëlqejnë këto biseda të panevojshme as pak mua. Ç'të kushton nëse do të më jepni një përgjigje si duhet? Jam në një situatë të vështirë, po të them se është urgjente. Duhet ta kontaktoj më një herë. Nëse nuk mund të më japësh numrin e tij, telefonoje vet. Nuk të thyen gishtat, besoj. Bato thirr sigurimin, të lutem, se po më dhem koka. Thirr sigurimin pra. Asla, në rregull, eja. Do t'ja kërkojmë sigurimet e lagjes sot. Vallari Fati është njeri i kuptueshëm. Do t'na jap ai numrin. Mendoj se vajza kaq të bukura nuk duhet të zemrohen.
Batu, pse po a jep numrin shokut tënd të panjohurve? Sidomos atyre si këto. Je me fat që nuk kam kohë. Nuk mund të merrem me ty tani. O zot, të lutem bëj që të përgjigjet në telefon. Jeta ime varet nga ato dokumente. Asla. Dëgjo. Hej, ndalo! Më fale, a mund të pyes diçka? Jam duke nxituar. Por e kam me rëndësi. Më vjen keq. Vëllai yt pra. Do të gëzojt shumë ai. Sepse sa herë që bëj sarma me gjetherrushi, s'ka si sarmat me gjetherrushi të Edies, thot. Në fakt, pra, para se të shkosh ti, të bëjmë qofte të tharta ne, edhe Aslo do t'i pëlqejnë. Hedie, çfarë ke kështu e dashur? Shiko, edhe para se të largohej vëllai yt, kështu ishe. Duket sikur ke një problem. Jo, motor, nuk ka ndonjë problem. Është thjesht lodhje nga udhëtimi, e di. Jo, unë të njoh ty. Ke diçka në majtë gjuhës ti, një problem, por nuk mund ta thuash ti. Hedie dashur, ma thuaj mua. Ata që nuk mund të shprehin problemet e tyre nuk mund të gjejnë zgjidhje. Motor, problemi im nuk është diçka që mund të thuhet aq lehtë. Nuk kam mundur t'ja tregoj askujt për 20 vjet. Hedie, çfarë ndodhi? Mos më tremb mua tani. A ndodhi diçka e keqe? Shiko, mos të bëri diçka Xhengizi? Mos të tradhton ai ty? Edhe çfarë më shkoi në mendje mua? Ai njeri nuk do të kishte mëshirë as për vajzën e tij. S'është vajza e tij pse të ketë mëshirë. Çfarë? Si nuk është vajza e tij? Motor. Xhengizi nuk është babai i Aslës. Është dikush tjetër. Dua të them, kur unë dhe Xhengizi u martuam, tashmë isha shtatzën me Aslën. Pra gjatë gjithë këtyre viteve unë ty, vëllain tim, Aslin, të gjithë rreth meje ju kam gënjur. E di që kjo është një mëkat shumë i madh, e di. E di që mëkati im nuk do të falet as në ferr, kisha frikë. Unë kisha shumë frikë mos të turproja vëllain tim, motor. Kisha shumë frikë, kur që shkova dhe gjeta strehte Xhengizi. Gjatë gjithë këtyre viteve kam gënjur, kam rritur vajzën me gënjeshtra. E dashur, eja. Mumtaz! Ozani? E dashur, lëre le të qetësohet pak. Ai me sa duket dëshiron të shkaktoj telashet. Mumtaz! Mos lejo që motori im të të shpërqendrojë nga puna. Shiko. Ja një motor i bukur nga pronari i vet. Mos u afroni. Kalo mbrapa.
Shikoja një spektakli.